Ndjesia më e madhe në jetë është të kalosh nëpër natyrën e qetë të fshatrave, sidomos tani kur vjeshta ka filluar të jap tokës ngjyrat e saj të arta. Ajri është i freskët, gjethet ka nisur pak nga pak të zverdhen, dhe era mbart aromën e dheu që përgatitet për pushim. Nuk ka si fshatrat e Pollogut dhe Sharit, vende që ruajnë shpirtin e vërtet të jetës, ku çdo kodër, çdo rrugë dhe çdo bor mbart një histori. Kjo rrugë sot na çon drejt një fshati tjetër. Një vend të magjik që ngjall ndjenja të veçanta tek çdo vizitor. Kodrat e malit të thatë që rrethojnë janë të mbuluara me dritë të butë. Shtëpitë shtrihen me krenari në rrugë të pastra dhe gjithçka rreth teje flet për dashurinë që njerëzit kanë për vendin e tyre. Por ajo që do ta bëjë këtë rrugë të veçantë janë banorët, njerëz punëtor, të afërt dhe të mrekullueshëm që me përkushtim e dashuri janë rikthyer rënjeve të tyre. Sot do të udhëtojmë drejt një fshati të bukur, fshati Qellopek. Ky fshat ndodhet në komunën e Bërbenicës me vetëm 13 kilometra nga Tetova, në pjesën lindore të trajektores Tetov-Gosivar. Është i njohur për natyrën e tij të qetë, pamjet malore rreth malit thatë dhe njerëzit mikpritës. Traditat e vjetra ende ruhen me krenari, ndërsa arkitektura e shtëpive do t'tregojnë historinë e pasur të vendit. Ky fshat quhet për bizneset, quhet edhe për pjesën ndërmuese të cilët kanë migruar në Mërgim si traditë e vjetër para luftës së dytë botërore, por quhet edhe për bujqësi që janë burimi kryesor i jetesës së disa banorëve. Në fshatin Qellopek mund të ndjesh aromën e natyrës së pastër, të shijosh ushqimet tradicionale dhe të njohësh kulturën e vjetër shqiptare që ende jeton. Kjo udhëtim është një mundësi e shkëlqyer për të zbuluar jo vetëm peizazhe të mrekullueshme, por edhe vlerat e një komuniteti që e do vendin e vet. Fshati Qellopek është një ndër vendbanimet më të mëdha të luginës së Pollogut. Ky fshat, i njohur dikur me emrin Ballisht, përmendet si vendbanim mesjetar me rëndësi. Sipas dokumenteve osmane në vitin 1453, Ballishti numëronte 90 familje, ndërsa në vitin 1468 kishte arritur në 124 familje, dëshmi e një jete të gjallë dhe zhvillimit të hershëm. Gjatë periudhës së pushtimeve serbe, fshati Ballisht u ndryshua emri në gjuhën slave, duke u quajtur Qellopek, emër që për fat të keq ende përdoret edhe sot. Megjithatë, shpresa mbetet që në të ardhmen e afërt, fshati të rifitoj emrin e tij të vërtet dhe krenar Ballisht, siç e njohin brezat e moçëm, ndërsa sot Qellopeku nuk njihet vetëm për historinë dhe bukurinë e tij, por edhe për njerëzit e ditur dhe të talentuar që e përfaqëson me krenari. Një prej tyre është edhe udhërrëfyesi ynë, Asri Ramadani, një student i dalluar dhe një i ri që e njeh mirë jetën në fshat, që në momentin e parë, Asriu të linte për shtypjen e një njeriu me pasion, me dashuri të sinqertë për vendlindjen dhe me dëshirë për treguar atë ashtu siç është të bukur, të gjallë dhe plot histori. Teksa e dëgjon dhe e sheh se si flet për çdo detaj, për çdo rrugë, çdo shtëpi, s'mund të mos pyesësh veten: a ende pas ka njerëz të tillë? Njerëz që mbajnë gjallë traditën, që duan tokën e tyre dhe që me thjeshtësi e dashuri japin jetë fshatit. Përshëndetje Asri, si jeni? Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, sa bukur që ka këtu mëngjesi sot në Qellopek. Mëngjesi është i bukur këtu në fshatin Qellopek, pasi përballë kemi edhe malin Sharp, ku e zbukuron këtë pamje mëngjes dhe dallon prej fshatnave tjerë ky mëngjes këtu. Ja vlen të vizitohet. Asri, si është jetosh në këtë fshat? Çfarë të mirash ka? Atëherë, ky fshat ka disa të mira, të cilat veçojnë prej fshatnave tjerë. Ka kushtet të cilat rrallë fshatna i kanë kushtet të cilat janë bërë investime nga komuna vazhdimisht. Nuk kemi pas probleme as me ujë, as me kanalizim atmosferik. Gjithçka ka qenë investim i mirë prej anës së institucioneve. Mëngjesi këtu do me thonë fillon qysh herat punëtorët janë nisin me punë, ka lëvizje, ka aktivitet,
E mira e kësaj është se kohëve të fundit biznesi është zhvilluar shumë në fshatin tonë, biznese ndryshme, edhe prej atyre të cilët kanë ardhur nga jashtë vendi dhe kanë investuar këtu me biznese të reja. Nga ana tjetër, me që është edhe hyrje fshatit me bujqësi, ka banor që merren me bujqësi, me të reja. Po, vazhdimisht domethënë Është e zhvilluar. është e zhvilluar, po, edhe vazhdon kjo traditë edhe me bujqësi, ka zhvillim, ka punë, të cilat bëhet vazhdimisht. Po, rrallë ka të rritë të cilët merren tash me bujqësi, sepse tash i kanë ikë bujqësisë edhe merren me drejtime të reja, drejtime të tjera. Po e mira e fshatit tonë është se ka shumë studenta të regjistruar edhe në Universitetin e Tetovës, po edhe në Universitetin e Evropës Juglindore, të cilat kanë shpreh suksese edhe këtu, të cilat pas diplomimit kanë vazhduar punë edhe këtu, po edhe jashtë vendit. Ka prej atyre të rinjve të fshatit, të cilët edhe me mastere, domethënë kanë shku jashtë, kanë pas suksese, kanë vazhduar shkollimin e kështu me radhë. Do të thotë se ka shumë të arsimor në këtë fshat. Po, domethënë ky fshat ka vlera, ka traditë, ka histori, ka njerëz të cilët i kanë dhënë kontribute edhe arsimimit, edhe kulturës, edhe gjithçka. Mire, ne sot nga do të ecim? Çfarë do të shohim sot? Atëherë do të shohim në ndërtimin e 3 xhamive, ndërtimin e shkollës fillore, këtu që është shkolla e re në fshatin Çellëpek poshtë, po dhe shkollën lart, shkollën fillore në fshatin Çellëpek. Tash investimi më i ri të cilin është bën këtë fshat ka qenë stadiumi i fshatit, konkretisht i klubit futbollistik Besa Arena. Atëherë nisim dhe i shohim mrekullitë të cilët i ka fshati Çellëpek. Fshati Çellëpek shtrihet në një lartësi mbidetare prej 460 deri në 600 metrash mbi nivelin e detit, rreth 12 kilometra në juglindje të Tetovës. Në qendër të Çellëpekut të pret një shadërvan i bukur, ku i rrjedh me qetësi dhe freski. Rreth tij njerëzit ndalen për të pushuar e biseduar, duke i dhënë zemrës së fshatit një ndjenjë paqe dhe gjallërie. Destinacioni ynë i parë në fshat do të ishte shkolla. Një vend që ka ndjekur brez pas brezi rrugën e arsimit dhe ka ruajtur historinë e saj të pasur që nga vitet e para të themelimit. Këtu do të njihnim jo vetëm ndërtesa që shërbyen breza mësuesish dhe nxënësish, por edhe njerëzit që vun themelet e dijes dhe formuan komunitetin e sotëm. Ndërtesa e parë shkollore, aty ku ndodhet edhe sot shkolla fillore e fshatit Çellëpek 7 Marsi, u ndërtua në vitin 1958. Ajo kishte 10 mësojtore dhe një zyrë për arsimtarët. Ndërtesa përballë e cila nuk ekziston më, si dhe ndërtesa e shkollës së parë, përmbante një përdhes dhe një kat. Pjesa e sipërme e ndërtesës kishte zyrën e drejtorit, zyrën e sekretarit dhe sallën e mësimit. Në Çellëpekun e ri, shkolla e parë me një mësojtore dhe një zyrë për arsimtarët u ndërtua nga vetë kontributi i banorëve dhe u lëshua në përdorim në vitin shkollor 1964-65 me paralele të kombinuara. Mësuesit e parë ishin Mojsi Gorenca nga Dibra, Mustafa Shahapi dhe Genc Kuriu nga Tetova. Në vitin 1975 u ndërtua një shkollë me 4 mësojtore, e cila shërbeu deri në vitin 2017. Sot Çellëpeku i ri ka një ndërtesë moderne shkollore, ndërsa ndërtesa e tanishme në Çellëpek të epërm u lëshua në përdorim në vitin 1983. Mësuesit e parë të fshatit kanë qenë nga Prespa, Presheva, Dibra, Tetova, si dhe vendas të fshatit. Si pishtar të arsimit në komunitet përmenden Abdyrahim Sinani, Xhabir Bajrami, Shaban Shabani dhe Jufzia Ademi. Vajzat e para nga Çellëpeku që thyen akullin e barierave të edukimit ishin Gëzime Bajrami dhe Remzie Sinani, të cilët vazhduan shkollimin në Tetovë. Sot, femrat dominojnë jo vetëm në arsim, por edhe në profesionet e tjera, duke vazhduar traditën e vendosur nga paraarsit e tyre. Dhe ja ku jemi edhe përpara shkollës 7 Marsi në fshatin Çellëpek. Ne do të hyjmë brenda dhe do të kemi mundësinë të takojmë drejtorin Jasin Reka. Kjo shkollë ka një histori të veçantë. Në atë kohë, mësimi zhvillohej në gjuhën turke si shkollë private, ndërsa mësimdhënësit paguheshin me 600 grosh, një dëshmi e kushteve dhe kohës asaj periudhe.
Ndërsa sot, shkolla është ndruar në një qendër të rëndësishme edukimi për fshatin dhe ruan me krenari historinë e saj të gjatë, duke edukuar breza të rinj me dije dhe vlera. Do të futemi brenda të takojmë drejtorin e shkollës Jasin Reka. A ishtë duke na pritur në zyrën e tij, me shumë përzemërsi, na foli për punën, sfidat dhe për parimet që ka bërë shkolla gjatë viteve të fundit. Në çdo fjalë të tij ndjehej dashuria për arsimin dhe për kushtimin ndaj nxënësve, të cilët ai sheh të ardhmen e ndritur të Çellopekut. Tani më 5 vite i bëj si drejtor. Tash pete kam marrë edhe mandatin e dytë, një vit tani më. Ka në me thënë peripeci, ka sfida, ka sprova, ka nga gjitha nga pak, po mundohemi, përpiqemi ti sensibilizojmë, ti bashkërendojmë gjitha punët dhe ta arrijmë, kuptohet bashkarisht me stafin mësimor, ta arrijmë dhe ta saj që është misioni i shkollës, është dija. Me që jemi edhe në korridorin e shkollës, cilët klasa ndjekin mësimin këndej? Po, këtu janë Mund t'i shohim edhe klasët, apo? mundemi fillimisht. Kjo është klasa e 4, cikli ullë, do me thonë. Pas ka shumë punime, aktivitete. Po, do me thonë, këto janë punimet e nxënësve, ne krenohemi me ata, kuptohet. Të gjitha janë punimet e nxënësve. Me sa duke që nga nxënësit kreativ shumë. Po, do me thonë, me të vërtet fshati posedon nxënës kreativ. Kreativiteti nxirret nga nxënësit, fal mësimdhënësve tanë, kuptohet. Kemi gjithsej 51 paralele që gravitojnë 4 fshatra në këtë shkollë, me thënë kjo është e shkolla qendrore ku jemi tash. Kemi edhe 3 shkolla periferike, ata janë Çellopeki i ri poshtë, e kemi Miletinën dhe e kemi një fshat pastër etnikisht pastër, është e Blaca me Maqedon. Me thonë, janë pjesë të shkollës sonë. Tani ndjekin mësimin edhe nxënësit shqiptar dhe ato maqedonase. Po. Në këtë shkollë, do të thënë në këtë shkollë dhe në Miletin janë shkolla etnikisht të përziera, do të thënë mësojnë edhe etniteti shqiptar dhe maqedon. E kemi shkollën periferike Çellopeki i ri, ku mësojnë vetëm shqiptar, dhe e kemi shkollën e Bllacës, ku mësojnë vetëm maqedon, po nuk as ajo që është e pastër dhe kjo që janë të përziera nuk kemi asnjë problem, s'kemi pat asnjëherë problem dhe mundohemi që të bashkëtojmë ashtu si bashkëton edhe fshati bashkë me ata, ashtu edhe nxënësit, do të thonë, sillen në mënyrën sa më të mirë të mundshme, do të thonë, e kuptojnë dhe respektojnë bashkëtesën ndërmjet entiteteve. Dhe në këtë drejtim, dita ditës, do të thonë, mundohemi, përpiqemi që të sigurojmë edhe kushte, edhe hapësira sa më të mira dhe sa më të nevojshme për shkollën tonë. Një ndër ata është, do të thonë, është që e kemi edhe fituar në mendimën e komunës së Brvenicës. E kemi fituar grantin për sallën sportive. Tani për tani do të thotë shkolla 7 Marsi nuk ka sallë sportive. Nuk ka sallë sportive, gjë që është e nevojë edhe e fshatit, tërë fshatit, qoftë ajo të jetë në shërbim të nxënësve, qoftë të jetë në shërbim të komunitetit. Drejtora, përballeni edhe ju si në fshatrat e tjerë me mungesën e nxënësve, shpërngulja në markim. Është një fat që e kemi gjithë trojet ballkanike, kisha thënë. Një ndër ata, të gjitha shkollat, të gjitha shtetet rajonale këtu ballafaqohen me këtë problematik, sidomos edhe ne. Para 2 ditëve e kompletuam numrin e nxënësve për këtë vit shkollor, normal, me dhënat që mi sollën të gjithë arsimtarët, kujdestarët e klasave dhe një dimshme shifet në numrin e nxënësve, një numër tepër i madh i nxënësve të shpërngulur nga në këto 3 deri në 4 vitet e fundit. Besoni se kemi një mungesë të jashtëzakonshme të nxënësve. Kisha theksu këtu se ky fenomen nuk është vetëm të shqiptarët. Tani më vitet e fundit i njëjti fenomen paraqitet edhe në pjesën e palë maqedone, që në numër të madh kemi shpërngulje të nxënësve. Mirë, a ka patur raste që janë kthyer nxënësit sërish, kanë migruar dhe sërish të kthehen? Po, do ta potencoj. Kemi 2 raste të tilla, tani më këtë vit. Kemi
4 nxënës që janë kthyer nga perëndimi dhe besoni se jam gëzuar shumë. Do shta ky numër 4 është shumë i vogël në krahasim me numrin, do të thoja ndër 100 që kanë gravitu, që janë shpërngur prej këtu, po më mirë pak se sa as pak. Me thanë, është viti i parë që na kthehen nxënësit nga perëndimi. Dhash Zoti, kërkoj edhe nga gjithë. Dhe shpresojmë që të bëhet trend dhe të kthehet. Të bëhet trend, të kthehet. Tash unë nuk i dëshiroj që ai mos vendoset atje në perëndim, normal, po do të dëshiroja që të gjithë të kthehen në vendingje, sepse guri i ran peshon vendin. Sepse si jeta dhe arsimi në vendin tonë nuk ka askund tjetër në botë. Ashtu. Dhe përpara se të largoheshim nga shkolla, ndalesën e fundit do ta bënim në kabinetin e biologjisë, një hapësirë plot dije e kuriozitet, ku arsimtarët e përkushtuara, Merita Emini dhe Aitena Ademi, kishin krijuar një botë të vogël eksperimentesh që frymëzonin nxënësit të dashuronin shkencën. E pra, kështu është jeta në fshat, e qetë, e ngrohtë dhe plot shpirt. Në Çellopek, çdo rrugë ka historinë e saj, çdo njeri një buzëqeshje për të ndarë. Rruga na çoi drejt njërës nga kafenet e fshatit, ku arome e kafes dhe zërat e qeshur krijonin një atmosferë të ngrohtë mikpritje. Teksa po shijonim një lëng limoni, krejt papritur takuam zotin Aqim Ramadani, një njeri plot humor dhe energji pozitive, që na foli me pasion për jetën, rinin dhe bukurin e thjesht të fshatit. Po e si është jeta e përditshme të rive këtu në fshatin Çellopek? Dhe po ashtu edhe si e kaloni ju ditën? Kryesisht jam në marrëdhënie pune, jam drejtor në një institucion dhe jam punë. Jeta në fshat kryesisht me të rit nuk është në gjendjen e lakmueshme që duhet pjesë, po duhet mundohena të bëjmë përpjekje që të krijojmë një gjallëri, të rritim aktivitete. Ato përveç ato që i kanë obligative që shkojnë në shkollë dhe merren me aktivitetet të përditshme, nuk kanë ndonjë aktivitet, mirë po ne po mundohemi që të krijojmë një gjallëri që ato të ri ta ndjejnë me të vërtet atë kënaqësinë e jetës në fshat. Në jetës në fshat. Çka është karakteristike në këtë fshat? Është i vetmi fshat ku kam dëgjuar se shumica e banorëve të cilët janë shpërngur jashtë janë duke u kthyer sërish në vendindje. Edhe pse ka shpërngurje realisht, mirë po ka një tendencë për rikthim. Për arsye se ndoshta nëse para 10 vite ka qenë problem një vend pune, nëse para 10 vite ka qenë problem ekonomia, për mbjetesë, tash fatmirësisht kemi nevojë të punëtorëve dhe e shohim në çdo kompani private apo publike kërkohet punëtor. Fal Zotit ke filluar edhe të rritet pagat për ato dhe ka filluar ta shohin edhe ta ndjejnë rinia se edhe këtu ka perspektiva, edhe këtu ka mundësi për të jetuar, edhe atë në qoftë se punojnë me bashorten apo me bashortin në anën e kundërt, mund të kenë një jetë mesatare dhe të mirë. Jo mesatare, por mund bësh edhe një jetë luksi. Shumë ja vlen. Domethënë për punëtorin realisht mund të themi se punë ka çdo kund. Edhe ka standard mirë jetesës. Cilat janë sfidat më të mëdha që i hasin të rinjët sot në këtë fshat? Domethënë, në atë këndvështrimin tim, me qenë se unë i takoj edhe moshës mesme, no? Mendoj se nuk kanë aktivitete shumë për rekreim. Përveç që kene në fshat klubin futbolistik Besa, i cili është për të shëndetur, për arsye se rinia këtu duhet të falenderoj edhe kryesinë e klubit Besa, të cilët morën iniciativë për ndërtimin e stadiumit në fshat. Po ashtu edhe trenerin që është për fëmijë, zoti Safet Demiri, të cilët me vërtet në mënyrë vullnetare kanë bërë shumë për rini që të krijojnë një atmosferë të mirëfill. Pastaj kemi shoqatën malore, gjithashtu Besa, e cila bën aktivitete. Kishim rastin këtë vit në fillim të organizojmë marshin më të bukur në fshat, që ishin mbi 500 vizitorë, vizituan malin e thatë. Edhe si ishte atmosfera? Atmosfera ishte aq festive, me këngë, me valle. Kishte shumë sponsorë të cilët u kishte munguar ajo pjesë e fest që donuan
edhe kishte ngrënje, pirje, fest. Për mërgatën ishte kanë ardhur prej Zvicre, prej Ndjenja më e Austri, bukur. më e bukur se me të vërtet. Plus është edhe ajo fshati Qellopek ku organizon, ishte një krenari, një ndjenjë dhe me të vërtet këto manifestime duhet të jenë sa më të shpeshta që njerëzit ta mendojnë veçanërisht rinia si shtylla kryesore e shoqërisë tonë se këtu ka jetë, jo që ka jetë, por ka një motiv për të bërë edhe më shumë. Tu ka gjithçka. Tjetër. Fshati Qellopek i ndeka banor që ende merren me bujqësi, ndërsa shtëpit janë mjaft të bukura. Në rrugët e fshatit zhvillohen lëvizje të ndryshme dhe funksionojnë disa biznese, duke i dhënë zonës një gjallëri të veçantë. Nga disa pika të larta, mund të shikosh gjithë fshatin të shpërndar mes gjelbrimit, me xhami të cilët dominojnë horizontin. Ky fshat ka një ndjesi të qetë dhe të pastër, larg zhurmës së qytetit, duke e bërë atë një vend shumë të reqës për vizitorët. Në Qellopek dominon kultura islame me të gjitha dukuritë e saj. Fshati ka 3 xhami, më e reja ndërtuar në vitin 2013 me ndihmën e fshatarëve. Ras kulturës islame zhvillohet edhe kultura ortodokse slave nga popullata slavo-maqedone e fshatit, të cilët i kanë 2 kysha në përdorim. Ne do ndalonim tek xhamia më e madhe e fshatit, e rrethuar nga një obor i gjelbërt dhe i qetë. Aty shërben imami Besir Limani, i cili njihet për përkushtimin dhe mikpritjen e tij ndaj të gjithë besimtarëve. Xhamia është një vend ku komuniteti bashkohet jo vetëm për lutje, por edhe për të ndarë lajme dhe përvoja, duke e bërë atë zemrën e jetës së fshatit. Rolin xhamia në fshatin Qellopek ka të rëndësishëm. Padyshim se është faktori më i rëndësishëm i fshatit. Pikë orientimi i të gjitha traditave që ndodhin në fshat, që padyshim se e kanë prapavin islame, dhe thënë të gjitha traditat preokupohen me atë që është në përputhshmëri me ligjet islame, dhe për këtë xhamia ka rolin kryesor në shumë aspekte, në aspekte domethënë të mësimit, në aspektin e udhëzimit, një ashtu në aspektin e orientimeve për planet të cilët janë në shërbim të fshatit, organizime të ndryshme. Kontributi është shumë i madh, të rinjt janë në roli më kryesor, profili më i ndjeshëm në fshatin tonë janë padyshim të rinjt, dhe një ashtu kanë kyçje të fortë, direkt edhe mërgata, pra të rinjt e mërgatës, kanë interesim të madh për zhvillimin e jetës në fshatin tonë dhe orientimin e kanë prej xhamie, dhe si zakonisht xhamia i orienton në pozicionet që janë në dobi të fshatit. Fshati Qellopek ka 3 xhamia, padyshim se janë të bukura dhe të reja, dhe numri më i madh i xhamatit është në këtë xhaminë e madhe që jemi tash, dhe me thëmë mbi 600 antar, ndërsa xhamia që është në mes dhe xhamia në lart e kanë një bashkësi, dhe me thënë. Familjet ndjekin, dhe me thënë, mësim besimin islam në për xhamia, dhe se gjendja është alarmante në fshatin tonë, njëkohësisht kjo gjendje alarmante është në të gjithë vendin ku jetojmë, pra në Republikën tonë, por aktiviteti në xhami për mësim besimin nuk mungon dhe interesimi është nga të gjithë fëmijët e fshatit për mësim besimin. Dhe është numri, për mashallah, në krahasim me xhamia të tjera të cilët është numri vërtet i vogël. Ky fshat ka rritur figura dhe heronjë të mëdhej, si dhe ka qenë vendlindje e disa liderëve dhe udhëheqësve të periudhës osmane, përfshirë Recep Pasha,
pushtuesin e Bagdadit, Malik Pasha i Nishit dhe poetin e famshëm Reshit Akif Pasha, si dhe Hivzi Pasha, Pasha i Shkupit dhe Abdyrrahman Pasha ndër të tjerë. Fshati Çellopek u themelua nga Halil Aga, i cili pas luftës së Turqisë kundër rebelëve grek u kthye në Çellopek me gruan e tij greke. Për merita të gruas së tij ortodokse, Halil Aga merremetoi kishën e Shënkollit të ndërtuar në shekullin e 14 dhe e cila kishte qenë djegur dhe lënë pasdore. Historia e kishës ka pikpamje të ndryshme. Disa historianë thanë se ndërtuan Ali Pashja Nina, po një turk i dashuruar me një fshatare, por më e pranuara është se merremetimi u bë nga Halil Aga. Halil Aga nuk pati fëmijë dhe pas vdekjes së tij, gruaja e tij u kthye në Janin. Ai kishte 4 vëllezër, prej të cilëve pasardhësit rrjedhin nga Hasan Aga. Halil Aga ishte torbesh, vari gruas së tij, quajtur ndryshe Gjylsime, vajza e Yahya Agës e vitit 1842, gjendet edhe sot e kësaj dite në varrezat e Çellopekut. Në Çellopek jetojnë disa familje të rëndësishme, ku 2 familjet më të mëdha janë Çakërit, të cilët kanë një ndikim të madh në historinë dhe zhvillimin e fshatit. Të tjera familje të njohura janë Reka, Gura, Naski, Kuaç, si dhe banorët e mahallës së poshtme. Këto familje kanë kontribuar në ruajtjen e traditave, kulturës dhe jetës së komunitetit. Në vazhdim do takoja profesor Rafi Gani, i cili kishte qenë ligjërues i gjuhës shqipe në Evropë. Ai rëfente për përvojën dhe rëndësinë të jetuarit në Çellopek, duke theksuar lidhjen e fortë me vendin, traditat dhe gjuhën anëtare. Sipas tij, të jetosh në Çellopek nuk është thjesht një vendbanim, por një përvojë e pasur me histori, kulturë dhe vlera të trashëguara brez pas brezi. Profesor, më thuaj, si është të jetosh këtu në këtë bukuri të fshatit Çellopek? Po, bukurinë e ka falë Zoti, po edhe pjesa tjetër që i takon njerëzve në Çellopek është të jetojë shumë mirë. Çellopek është një fshat i madh. Çellopek është një fshat që ka rini dhe gjithashtu ka edhe aktivitete ku ka rini. Do me thënë, lëvizja e njerëzve nuk mungon, edhe pse fshatra tjera janë të shprazura. Ka banor. Çellopeku përsëri ka banor që janë këtu që gravitojnë Çellopek, punojnë Çellopek, krejnë obligimet e tyre në Çellopek, miren me bujqësi, miren me aktivitete tjera, me infrastrukturën tjetër, që gjithashtu Çellopeki është një fshat ku grumbullohen edhe njerëz të fshatrave përreth, që janë shembull fshati Miletin, është një vendkalim prej Miletine për Stremnicë, Stremnicë kështu me radhë. Lidhet me fshatra të tjerë. Lidhet me fshatra të tjerë. Çellopeki për banor dhe banorët e Çellopekit në përgjithësi janë njerëz autokton, nuk janë njerëz të ardhur nga fshatrat të tjerë, po janë gjithë, mund të them 90% të Çellopekit janë vendas. Po mira, kanë pranuar kështu të vinë nga fshatrat të tjerë? Nga fshatrat të tjerë, jo se s'kemi pranuar, po për shkak se numri është shumë i madh i vendasve, edhe fshatrat të tjerë pritojnë që po ato që kanë ardhur, ka disa nga fshati Leshnicë, ato janë ambientu shumë mirë brenda në rrethin tonë. I kam pranu në mesin tonë i kemi pranu shumë mirë. Kështu që nuk ka asnjë farë problemi me njerëzit e ardhur. Është një fshat multietnik, do me thënë ku jetojmë me vite shqiptar dhe Macedon, por përbërja proporcionale e fshatit është dikundi 85% shqiptar me 15% Macedonas. Po mirë. Mirë në përgjithësi fshatarët, fshati Çellopek janë marrë me bujqësi. Mirë, po s'do thotë kjo se lëmi tjera janë lananësh. Dhe me thënë miren me bujqësi, por ka edhe që miren me shembull me energjetik, kemi... Ka bizneset të llojeve të ndryshme? Po, gjithsesi ka llojet bizneset brenda në vend dhe bizneset që Çellopekasit i kanë jashta fshatit tonë. Tani, profesor, më trego, çfarë të mirash ka ky fshat? Përse duhet jetuar në fshatin Çellopek? Po, fshati Çellopek të mirën e parë që e ka,
pozicioni. Është rënës mali tharë. Pranë fshati Çellopek kalon lumi Vardar. Pranë fshati Çellopek ka një tokë jashtëzakonisht pjellore. Do me thënë, Çfarë prodhohet më shumë ti? prodhohen të gjitha kulturat bujqësore. Tu fillu prej misrit, lakrës, grurit, e kështu me radhë. Pra, të gjitha prodhohen këtu. Edhe e mira se gruri që prodhohet këtu edhe këtu përpunohet. Pasi e kemi edhe fabrikën e pekumit. Po. Do me thonë se tu fillu prej bjellës deri ke buka, të gjitha krijohet procesi bëhet në Çellopek. Rruga drejt neve na çon në Çellopekin lart, pastaj vjen Miletina. Po mirë, përse dy bashkësi lokale? Dy bashkësi lokale për shkak se numri i banorëve është shumë i madh. Edhe Është fshati i madh. fshati i madh është, po ky fshat është krijuar për fshatit atje lart. Dhe edhe gjuha neve, gjuha, Tash është kjo pjesa e re e fshatit. kjo është pjesa e re. Kjo pjesë është, do me thënë, prej Çellopekit lart që fillon, Po? kjo është fillimi i Çellopekit të ri. Po ky Çellopek është krijuar nga ai Çellopek dhe Çellopekin nuk kemi si e shiqojmë daras, po e shiqojmë vetëm si Çellopek. Edhe cilin ta pyesësh nuk të thot jam prej Çellopekit poshtë apo prej Çellopekit lart, por prej Çellopekut. Prej Çellopekit. Po. Nuk ka ndarësi. Kështu që Edhe juve si ju kalon dita këtu prej mëngjes? neve A ka rini fshati, a ka tash pjeq? unë vetëm një shembull do ta marr se rinia si duket është larguar me të madhe. Po do të kthehen sërish. Po, patjetër. 2008 unë jam largu dhe shkolla e Çellopekut, kur jam largu prej këtu, e kam lanë me 1200 nxënës. Tash shkolla e Çellopekit nuk e di ai numron 450-500 nxënës. Ka ra shumë. Do me thënë ka ra 60%. Shkaku i migrimit. Shkaku i migrimit. Po, a do të kthehen ato nga migrimi? Varësisht se çfarë kushte kanë krijuar atje, çfarë familje kanë krijuar atje, a janë integruar në sistemin gjerman apo zvicran apo norvegjes apo ka familje që janë kthyer dhe janë të suksesshëm këtu. Ka disa familje që janë kthyer. Besoj që në të ardhmen, nëse këto kushtet këtu sadopak përmirësohen, kushtet ekonomike dhe politike, atëherë me siguri këta njerëz do ta shohin vetveten këtu në Çellopek. Pasi ja ndroi Çellopekin, veçanërisht pjesa gjeneratat e vjetra. Po për gjeneratat e reja, nëse u krijohet kushte, shembull vinë në rinia nga Gjermania ose nga Zvicra këtu do të organizohen manifestime të ndryshme. Jo vetëm të organizohen njerëzit vetëm kur ka zgjedhje, po kur vinë kurveçarët, të ofrojnë diçka asaj rinisë që është në Mërgat. Viti 1938, vendi ku ndodhemi sot, ishte ende një hapësirë e qetë rurale. Vetëm 2 shtëpi të familjes Abdyli ngreshin pranë rrugës që të çon drejt fshatit Strimnic. Rreth e rrotull, shtrihej natyre pa prekur, arat e gjera dhe kodra të gjelbruara që jepnin zonës një pamje të qetë e madhështore. Pas viteve të 50-ta, Çellopeku nisi të marrë jetë. Familje të reja u vendosën këtu, shtëpi të reja u ndërtuan dhe zërat e fëmijëve filluan të mbushin lagje. Fshati filloi të rritej masivisht duke e shndruar nga një vendbanim i vogël në një qendër të gjallë rurale, ashtu siç e shohim sot. Fshati ka 2 shkolla, është i vetmi fshat me 2 bashki lokale, 3 xhami dhe mbi 6.000 banor.
Fshati Qëllopek sot lulëzon si një ndër vendbanimet më të zhvilluara të Pollogut. Ai njihet për numrin e madh të bizneseve dhe për shpirtin e punës që e karakterizon çdo banor. Nga ndërtimtaria e Guroria deri te ëmbëltoret, picerit, mobilerit dhe klinikat mjekësore, Qëllopeku është bërë shembull i një fshati që ecën me hapin e kohës. Bizneset si Marmofix, Limbus, Guroria Përparimi, Krac Plus, Alba Plus, Cilebao, Via Bao, Europa 92, Shpresa Furniture, Hydrotherm, Nil Commerce, Medident, Alp Medica, Sara Medica, Vienna Park, AG Autotronic, Limani Imo e shumë të tjera janë krenarie e këtij vendi. Fal këtyre ndërmarrjeve dhe punës së palodhur të njerëzve, Qëllopeku njihet si fshati me më shumë biznese në rajon, duke u bërë një qendër e gjallë ekonomike dhe një shembull i suksesit të arritur me mund, bashkim dhe vizion. Në vazhdim do takonim një njeri me vlera të mëdha, gazetarin Soubi Demiri, njohës i mirë i historisë dhe kulturës së Qëllopekut. Me përvojën e tij të pasur dhe dashurinë për vendlindjen, ai ka kontribuar në ruajtjen dhe dokumentimin e kujtesës historike të këtij fshati. Qëllopeku është një prej fshatrave më të mëdhenj në luginën e Pollogut dhe historikisht i takon këtij vendbanimi kohës së hershme të antikës. Mirë, në dokumente zyrtare për Qëllopekun kemi vetëm një të lëshuar nga një manastiri i Tetovës, ku për herë të parë përmend Qëllopeku vitin 1337-1342 dhe atë në kohën e sunduesit sërb Stefan Dushanit. Megjithatë, artefaktet tregojnë se ky është vendbanim është shumë i hershëm dhe është vendbanim i lirë. Për shkak se ke ilirët ka qenë kulti i ujit, ka qenë jashtëzakonisht që e kanë shmu. Edhe andaj Qëllopeku nuk ka qenë atë kohë në këtë perimetër që është sot, po ka pas 3 vendbanime që i takojnë kësaj periudhe. Njëna është në Ququli, thonë glava, atë janë gjithë artefaktet të... Ku është Ququli? Ququli është më njerë në majet të kësaj kodës. Ende më lartë, të? Po, nuk mund të shifet, edhe pse ati ka pas burimi i glavë, që i thëmi, edhe pse është toponim slav, megjithatë ne duhet ta përmendim si është. Kemi artefakt që janë gjithë në Mollake, Bërgzhin, edhe atje kemi qeshmën e Qeshmicës, edhe një fshat ka qenë deri në vitin 1600, ka pas është në rrugën që shpihen Qëllopek Strimnic, në vendin e quajtur Krasta, Lipjan, edhe atje janë gjithë bile deri vonë ka qenë edhe gërmadha e kishës, natyrisht e kishë katolike, domethënë kishë ilire, po që këto slavët e kanë përvesu për vete. Në këtë vend ku jemi, këtu ka qenë xhamia, kjo xhamia është e treta që është ndërtuar në këtë vend. E treta, do me thënë nuk ka patur xhami tjetër në këtë vend? Ka pas di përpara kësaj, kanë prishë, i kanë rregulluar, i kanë bërë më moderne. Xhamia e parë e cila ka qenë nuk dihet se kur ka qenë ndërtuar, një feudal i vendit, Halilak Cilja, ai e ka bërë e ka meremet, do me thënë e ka rindërtu, për shkak se ka qenë lanën harap, ka qenë lanën bazdore. Nuk dihet koha, po me siguri ka viti 1660, atëherë kemi afër 80 familje të muslimanit që i kanë jetu Qëllopek. Ndërka që xhamia dita ndërtu 1942-43, ndërsa kjo e reja tash këto vitet e fundit ndërtu. Në cilën lagje jemi tani dhe sa mahalla ka ky fshat? Tash këtu jemi lagjen e këndej nanën e majtim është lagja e Naskove. Mahalla e Naskove. Këndej përpara me jenë mahalla e Shetës, edhe në këtë pjesën këndej Galet, edhe lagja e Kuazhve. Përmesa të kuazhët janë të ardhur prej Kuxhaxhiku, kanë ardhur dikundi në vitin 1780 dikundi atëherë kanë ardhur, edhe ato janë vendosur, ato janë kompakte. Tani më thoni, a ka ndonjë gojdhëm fshati?
Ka një gujdan është meselja për inatin e torbave. Çka është ai inati? Torbat është një muhall në pjesën e epërme të fshatit. Torba u thonë mahalla. Mahalla e torbave. Mahalla e torbave. Që si thërë mahalla e naskive, shetë dhe kjo. Ka qenë një njeri shumë i varfën. E tash për të mbijetu, baba i gruas i blen një lopë, edhe ja qonë. Edhe sa herë që ka vunë dhaldin apo qumshtin, aje gruaja thotë, këtë ka ble baba jem, kjo është prej lopës babës tem. Edhe aje deri një ditë ta shumë ka qenë të kanjos, edhe aje një ditë edhe fillojnë ma ta bojkotoj, nuk pi qumsht, as dhald prej lopës, deri sa bas 9 vjetëve blen lopën e vetë edhe fillojnë të haje. Edhe aje gruaja çudi thotë, çka u bu, thotë, pse tash? E thotë, këtë ku mblej, tash, kjo është e jemi edhe une... Kjo lopa ime? Lopa ime edhe unë tash dhe ha dhaltin edhe qumshtin. Edhe prandaj themi, edhe sot e kësaj ditë ka met inati torbave. Dhe më thënë, 9 vjetë nuk ka për inat të gruas, 9 vjetë nuk ka për i qumsht edhe dhalt. Historia e Çollopekut është lidhur ngushtë me luftën, sakrificën dhe përpjekjet për liri. Gjatë luftës së dytë botërore, shumë bijë të këtij fshati morën pjesë me guxim në betejat më të vështira kundër forcave pushtuese duke dhënë gjithçka për atë dheun. Numri më i madh i luftëtarëve nga Çollopeku ishin pjesëtarë të brigadës së 7 shqiptare sulmuese që luftoi në frontin e Sremit, një ndër frontet më të rrezikshme të asaj kohe, ku përleshjet me ushtrinë gjermane ishin të ashpra dhe humbje të mëdha. Tuk janë vra mbi 29 dëshmorë prej Çollopeku, pra në di fronte, edhe në atë të Sremit, edhe në të Dalmacisë. Edhe këtu ne i kemi këto të dëshmora, kemi ngritë 2001 këtë plakë përkujtimore, që të dihet se këto natyrisht se nuk kanë shku me qejf, kanë që të detyruan, se kjo të shkojnë për shkak se terrori dhe reprezaljet ka qenë shumë të mëdha të pushtetit slav, edhe ato kanë që shumica kanë që të detyruam ta shpëtojmë familjen dhe ta shpëtojmë vetveten, thotë nëse vritën do vritëm në luftë, jo të vrasën këtu, se ne kemi katër dëshmorë që i kanë gropos të gjallë në Çollopek, dhe themi Dolli Sinanit, se gjoja kanë qenë bashkëpunëtor të ballit kombëtar, edhe i varosin të gjallë, katër dëshmorë, edhe të mbas një kohë, mbas 3-4 muaj nxjerrin ato kufomat e tine. Mirë po, atë që ka buk, ajo ka qenë një dënim bizar i këtine 4 personave cilët kanë punu për idealet kombëtare. Udhëtimi ton ngadalë përafrohej fundi. Megjithatë, përpara se të ndaheshim nga ky fshat i mbushur me histori e kujtime, do të ndaleshim edhe në një destinacion tjetër domethënës, klubin Besa. Bashkë me Asrin, do dëgjoni më shumë për këtë klub që është bërë simbol i bashkimit, sportit dhe rinisë së Çollopekut. Në rrëfimin e tij ndihej krenaria dhe përkushtimi për të mbajtur gjallë emrin e fshatit edhe në fushat sportive. Ashtu si dikur, brezat e vjetër e mbronin me armë dhe penë. Asri, si e shihni organizimin e klubit Besa dhe prej kur ton, sa vite ka, sa lojtar? Atëherë klubi futbollistik Besa daton prej vitit 1979. Klubi tash ka marrë përmasat e zhvillimit, konkretisht prej ndërtimit të stadiumit tash rreth një viti që është bë. Investimi më i mirë ndoshta në fshat që kemi bërë si klub ka qenë ndërtimi i stadiumit, ku më përpara shkaku i kushteve të cilët nuk i ka posedu klubi, nuk i kanë pa të rinjt edhe perspektivën për të arrit më tutje. Tash ka interesim më të madh prej trive, prej talentave tri, të cilët ushtrojnë vazhdimisht këtu edhe janë të përfshirë. 2 prej tyre mund t'i veçojmë të cilët tashmë janë vetëse pjesëmarrës në klubin futbollistik Shkëndija në Tetov, ku prej këtu do me thënë i kanë nisë ato hapat e parë të këtij rrugtimi. Asri, po mirë, përveç fushës së sportit, çfarë aktivitetesh të tjera merren
të rinjet në fshatin Qëllëpek? Po, rinia e fshatit Qëllëpek kohëve të fundit ka qenë aktive, ku kemi marrë pjesë në disa aktivitete. E veçoj tash aktiviteti që është bë si tradicional në fshatin tonë, aktiviteti i iftarit për Ramazan, aktivitet tjetër turneu i organizuar i klubit i futbollit për fshatin tonë Besjan Jashari, i cili edhe ajo është bë tradicional. Aktivitetet tjera, si rini që kemi marrë pjesë, ka qenë edhe aktiviteti i 28 nëntorit për ditën e flamurit kombëtar, ku janë vendosur mbi 250 flamuj në shtyllat e fshatit, po në përfshat. Unë gjithashtu jam edhe antari shoqërisë kulturore artistike Burimi të fshatit Qëllëpek, ku kemi pas edhe aty disa aktivitete folklorike, më tepër kemi organizuar për mërgjimtarët tanë, të cilët kur vijnë gjatë verës kemi organizuar koncerte. Sa antar jeni? Aty jemi dikun të 8 antar, po e mira asaj është... Ma shumë janë të moshës vjetër ose të mesme, po e mira asaj është se unë edhe një djalë i ri, Redvan Lezami, tashmë një vjet ose një vjet e gjys ka që jemi antar aty, edhe shumë mirë kemi përvecu instrumentet folklorike, ku më herët nuk i kemi zotëruar aq. Thotë, kanë mungesa e kushteve, i ka bërë që mos shfaqen talentat e ri, se talenta ka edhe në fshatin tonë, ka shumë, ka të rinj, ka aktivista, po mungesa e kushteve, më përpara nuk i ka bërë ato që të vazhdojnë më tutje. Po mirë, si e shihni të ardhmen tuaj në këtë fshat? Po e ardhmja... Joja dhe gjeneratave tuaj? Jona dhe gjeneratës tonë, tash shohim se shumica e të rinjve emigrojnë jashtë vendit, shkaku i kushteve jo të mira këtu që i kanë. Po e mira asaj do ishte që ata një ditë të ktheheshin edhe të investojshin në vendlindje, sepse edhe këtu mund të ndërtojnë të ardhmen, edhe këtu ka perspektivë. Bile të bëhen edhe më të suksesshëm. Edhe më të suksesshëm, sepse ka shumë për atyre të cilët janë bë të suksesshëm atje, po kur atje jam se mos janë edhe këtu, të kthehen edhe këtu të investojnë edhe për këtu, për të ardhmen tonë, për të rininë e ardhshme që do të vjenë në fshatin tonë. Tashmë do të ecim edhe pak në përfshat, edhe pse nuk mund të përmbledhim gjithë historinë e Qëllëpekut vetëm gjatë një diele. Sollëm një ditë zakonshme për të ndjerë jetën dhe atmosferën e tij. Do takohemi edhe me banorin e fundit, zotrin e fshatin, i cili kishte lënë margimin dhe kishte hapur biznesin e ri në fshat. Me rrëfimet e tij mbi jetën dhe përvojat personale, ai na ndihmon të kuptojmë më mirë ditët e zakonshme, sfidat dhe gëzimet e jetës në Qëllëpek, duke përmbyllur kështu udhëtimin tonë me një ndjesi të ngrohtë dhe personale lidhur me vendin. Jeta në fshatin Qëllëpek është një përzierje mes sfidave dhe krenarisë. Nuk është gjithmonë e lehtë jetohet në fshatin Qëllëpek, por fshatarët... Përse kur i ka të gjitha këto bukuri natyrore? Mendoj se gjëja më e lehtë dhe më e mirë të jetosh në të fshat. Po shumë e vërtet, bukuri natyrore që nuk ka kund tjetër. Po është problemi se baza e rrethonave të vendit, për x arsye njerëzit shumica më e madhe janë në diasporë, në migrim, dhe kjo e bën sfidë, e bën të vështirë jetesën këtu, edhe për krah asaj që është e vështirë, që ka sfidë, njerëzit që jetojnë këtu janë gjithmonë të buzëqeshur, janë ndihen të rehatshëm sepse janë në vendin e tyre. Po mirë, më thuaj, çfarë ju pëlqen më së shumti në fshatin Qëllëpek? S'ka çfarë. Gjithçka. Ky është fshati më i mirë që ekziston për momentin. E pra, gjithçka është fshati Qëllëpek. Gjithçka që pam dhe dëgjuam tregon historinë dhe shpirtin e këtij fshati. Me këto imazhe, rrëfime dhe takime,
I dham fund udhëtimit tonë, duke mbajtur në zemër kujtimet dhe frymën e këtij vendi të veçantë. Nga ky udhëtim marrim me vete jo vetëm pamje të bukura, por edhe frymëzim dhe respekt për njerëzit e këtij vendi. Andaj ejani dhe vizitojeni.